Në një kohë kur politika shqiptare nuk po gjendot një konsensus për të realizuar reformën në sistemin e drejtësisë, një sondazh i kryer nga Instituti për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur në ambasadën amerikane në Shqipëri tregon se 91% të shqiptarëve janë pro reformës dhe 67% e tyre mbështesin plotësisht. Ditët e fundit kanë qenë mjaft të nxehta në politikën shqiptare lidhur me reformën e drejtësisë, një gjë e shumë pritur, por duket se një verdikt për këtë të fundit shqiptarët do të mund ta mësojnë ditën e njëjtë kur pritet edhe një miratim i mundshëm i reformës e një konsensus mes palëve, nëse do mund të arrihet. Zërat e huaja kanë dhënë mesazhe të vazhdueshme në politikën shqiptare, ndërsa janë në pritje të hapave të mëtejshëm. Ndërkaq qytetarët shqiptarë janë ata të cilët shpresojnë më së shumti në reformën e drejtësisë, duke mëshuar faktet se kjo e fundit ka munguar në vite me radhë. Të votohet. Edhe populli të ngrihet e të votohet me çdo gjë, me çdo kusht. Nëse opozita nuk e voton drejtësinë, është faja atyre. Edhe populli duhet të ngrihet në revolt për drejtësinë. Se bëhen gjëra të padrejta. Ju jeni pro një qeverie teknike dhe zgjedhjeve të parakohshme? Po të votohet, po. Do votohet se s'bën. Se s'bën, do votohet se një që bëjnë dy. Qendrimi i opozitës dje ishte ndryshe. Është gati për ta votuar. Ndikon faktori ndërkombëtar? Patjetër. Përse duhet të bëjë kalojë të zgjedhjet parakohshme? Nuk ka krizë qeveritare. Ka krizë institucionale, ka krizë kuvend. Vetëm në punën e drejtësisë të votohet drejtësia, pastaj të bëhet edhe programi për zgjedhjet, edhe kur të vijë ora për zgjedhjet, të bëhet zgjedhjet. Sigurisht që duhet votohet. Për arsye sepse në këtë, siç ka ndisur drejtësia në Shqipëri, patjetër duhet të votuar reformën drejtësi. Unë mendoj personalisht që opozita në fakt duhet të jetë më ju e jalale, duke parë të gjithë problemet e Shqipërisë, nëse vërtet e ka seriozisht për të bërë vendin. Unë mendoj se krizë qeveritare nuk ka krizë parlamentare, e cila në qoftë se majoranca e sotme do sigurojë ato 94 deputetët që i duhen për të kaluar reformën në drejtësi, besoj se gjenda do qetësohet dhe do ecin gjërat përmbar. Në qoftë se do ndodhë ndryshe, Zoti Rama pastaja duhet të kalojë në planin tjetër nëse se ka plan. Dhe nëse se ka seriozisht për të bërë Shqipërinë. Opozita i tremet më shumë reformë në drejtësi. Duhet votohet. Se është për të mirën e vendit. Nuk është për 3-4 që e duan. Opozita mase nuk e dom. Se dalin lakrat. Mendoni se i tromet opozita? Po, bravo. Pse e bën atë? Po, dje u dha. Tani në datën 21 do të shohim. Në rast se e marrim, do eci përpara Shqipëria. Do të ketë koston nëse nuk votohet? Aha, mori fund çdo gjë. Ka qetë, këtë të mendojnë ata udhëheqësit. Po reforma duhet të ishte votuar. Po ka njerëz që nuk e duan reformë, edhe janë vetë ata që kundërshtojnë, ata janë njerëz që nuk e duan reformë. Pa duhet për popullin reforma duhet votuar patjetër. Bile për mendimin tim personal, duhet të jetë referendum pse do huajnë kaq shumë. Pse u ka ikë mendja militit? Unë s'besoj që të ketë shumë rrallë, do ketë që ata që sa aprovojnë reformën. Bile 90% për mua, jo që duhet ta duan 100%, se për popullin është reforma. Pse? Nuk është për ata udhëheqësit që hanë pinë e bëjnë këto marrëzira që si duron atë popullu ka vajt litarin në fyt. Qëndrimin e opozitës si e shikon? Të shtremë shumë të shtremë. Bile opozita është ajo që nuk e voton reformën. Se ata duken hapur, ai që voton reformën diçka ka për vete, kurse ata nuk janë të mbrojtur nga kjo reformë, dalin zbuluar dhe e kundërshtojnë, ata e kundërshtojnë reformën. Kush e kundërshton tjetër? A ka nevojë vendi ynë për zgjedhje të parakohshme dhe një qeveri teknike? Për mua nuk ka nevojë fare. Pse? Çka këtu qeveria? Qeveria po punon shumë mirë. Çka ka qeveria? Ja t'ia thon çfarë ka qeveria. Ato që thonë ato janë absurde krejt, janë të pabazuara. Se që të themun një diçka duhet ta vërtetoj. Ta dha barba fakti që ke këtë dhe atëherë më bin. Çfarë ka këtu? S'ka asnjë gjë të keqe. Kështu që për mua duhet të votuar reforma.